Të dashur qytetarë Gjilanit, jemi në 26 vjetorin e ditës së çlirimit të komunës tonë, të qytetit tonë, por njëkohësisht të çlirimit të Republikës Kosovës. Përderisa në 26 vite më parë, në vitin 99, festa jonë ishte pushka e lufta për liri, sot 26 vite më vonë, por edhe këto vitet e pas luftës festojmë duke shënuar aktivitete të ndryshme. Sot ishim nderimet tek varrezat e dëshmorëve, bashkë me komandantin Ahmet Isufi, bashkë me shoqatat e dalura nga lufta dhe familjet e dëshmorëve. Përmes tyre e bashkë me ta u urojmë ditën e çlirimit duke shpresuar që do të festojmë edhe shumë ditë të tjera sikur kjo. Sot është 15 qershori, 26 vjet të hyrjes së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, zona operative Karadakut në qytetin e Gjilanit, e që kjo ditë ka ardhur sa e sakrificës të dëshmorëve të kombit që sot i nderuan këtu, të luftarëve të lirisë që ishin krah për krah me ta, dhe po ashtu popullin që e ndihmoi këtë luftë. Jo vetëm populli i Kosovës, por gjithë shqiptarët ngado që gjendeshin, u bashkuan rreth ushtrisë çlirimtare të Kosovës, për u bashkuar edhe Aleanca e NATO-s që e bëri luftën tonë edhe më të fuqishme, edhe më të pranueshme, edhe më dinjitoze. Prandaj gjithë qytetarëve të Gjilanit, urime dita e çlirimit, e gjithë nëpër Kosovë ka urohet, i dëshirojmë gjithë mirat qytetarëve tonë.